Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Men shahida jinazatan hatta yusalla alaiha falahu ajru qirat. Ai i cili prezanton në gjenaze, derisa të falet gjenazja, i takon shpërblimi sa një qirat. O men shahidaha hatta tudfana falahu ajru qiratain, ndërsa ai i cili prezanton në gjenaze, derisa të falet, po edhe të përcillet e të varroset, atij i takon shpërblimi i 2 qirateve. E kanë pyet: Ja Rasulullah, çka është qirati? Apo çka janë 2 qiratet? Ka thonë qirati ose 2 qiratet janë sasi e shpërblimit sa 2 bjeshk të mëdha. Që to përfundon hadithit, cilin e dim se është autentik, duke qenë se jemi duke folur për hadithet përzgjedhura nga koleksioni i Buhariut. Përcjellja e xhenazës, falja e xhenazës, pritja derisa të varroset, realisht edhe varrosja edhe përgatitja, sikur se e dim, është prej farzeve, prej obligimeve, prej borxheve që muslimani i ka ndaj muslimanit. Në hadithe, në transmetimet shumëta, pra jo 1 e 2, po ma tepër, ka ardhur sqarimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam për obligimet që njerëzit si besimtarë ja kanë njëri tjetrit. Një prej tyne, gjithmonë kur përmendon 5, 6, 7 nga njëherë e ma tepër, gjithmonë pothuajse e para është përcjellja e xhenazës. Kur thuhet përcjellja, nënkuptohet me të gjitha obligimet që përfshin edhe përmban në vete kjo fjalë. Ky obligim është obligim, i thojnë fardh kifaje, obligim i të gjithëve, por nëse dikush e kryen, të tjerët lirohen prej përgjegjësisë. Por nëse askush nuk e kryen, atëherë të gjithë mbeten përgjegjës, edhe të gjithë mbeten gabimtar. Kjo është kuptimi i farzit kifaje. Në anën tjetër, edhe nëse dikush e kryen, prap kemi nxitje edhe porosi të fuqishme që njeriu besimtari me gjithatë me marr pjesë në xhenazë, për arsye se falja e xhenazës është një ceremoni me të cilën komuniteti musliman në një farë mënyrë edhe identifikohet. Për shkak se është, si me thonë, ajo lutja përfundimtare për njeriu i cili ka vdekë dhe i cili po përgatitet për të varros. E njëjta gjë vlen edhe për përcjelljen e xhenazës dhe pritjen të varrit derisa të varroset. Në këtë rast, pra njeriu i cili i bën këto 2 veprime, me lejen e Allahut fuqiplot ka siguru për veten shpërblim edhe sevap shumë të madh, që në rastin e këtij hadithit të cilin sapo e citum, thotë shpërblimi në sasi sa i 2 bjeshkëve të mëdha. Në disa hadithe tjera, në disa transmetime tjera, është përmend qirati se është sa bjeshka e Uhudit. Pastaj ata njohësit e mirëfillt të hadithit, dietarët e hadithit, kur i kanë bërë bashkë këto interpretimet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur në një përfundim interesant. Unë besoj që tonë ne e kemi ditë që qirati është sa bjeshka e Uhudit. Bjeshka e Uhudit është kogja e madhe. E ata kanë thonë se qirati, sipas këtij hadithi që e citova, është sa një bjeshk e madhe, ose 2 qirata sa 2 bjeshk të mëdha, e që thonë se ndoshta më e vogla është sa bjeshka e Uhudit. Pra jo më e madhja, po më e pakta që mundet me imagjinu ndonjëri prej neve, është sevapi sa
bjeshka e Uhudit. Kjo është më e pakta. Ndërsa kur thuhet bjeshkë të mëdha, atëherë aty hyn ndonjë bjeshkë pa identifikuar që neve, ndonjërit prej neve s'mundet as me i ranë mend cila është ajo, por këto kemi të bëjmë gjithsesi me mirësinë e pakufishme të Allahut fuqiplot, i cili robërave të vet ja u lën në ofertë shpërblimin e madh, e atë shpërblim ata e përjetojnë, atë shpërblim ata e fitojnë veç për shkak se tregojnë për hir të Allahut gjithsesi respekt për njëri tjetrin, e posaçërisht kur ky respekt manifestohet në përfundimin e jetës ose në momentin e daljes prej kësaj dunjaje të njënit prej vllaznive të tyne, që realisht mbetet obligim përfundimtar, ani pse i përgjithshëm edhe kolektiv, që këtë respekt me e tregu nëpërmjet faljes së namazit të xhenazës edhe nëpërmjet përcjelljes së xhenazës. Ne, elhamdulillah, si besimtar që jemi, këtë punë kemi kogja të theksume, por megjithatë njeriu duhet sa herë dëgjon se ka ndonjë xhenaze, mos me pritu, me shku me e përcjell për shkak të kësaj vlere të madhe, për shkak të këtij shpërblimi të madh. Në anën tjetër, vizita e varrezave dhe prezantimi në varreza derisa kryhet ceremonia e xhenazës duhet të përjetohet njëkohësisht edhe si mundësi për me e kujtu ahiretin, mundësi për me e kujtu vdekjen, mundësi për me e kujtu me u bindë edhe ma shumë se secili prej neve në secilin çast potencialisht është xhenaze. Secili prej neve pa e ditë se kur, po megjithatë e pret një moment në të cilin njerëzit kanë me u mbledh për m'ia fal xhenazën edhe me u lut për te, andaj kjo do të jetë një motiv shtesë. Kur është transmetu lutja që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për xhenazën, në namazin e xhenazës, ata që kanë qenë afër aty e kanë dëgju duke e përshpërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur e dim, namazi i xhenazës falet në heshtje, pra nuk falet me za, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgju që ata që janë kon afër tij, ai sahabiu që e ka transmetu, pastaj kështu e kam dëgju tu lut pejgamberin alayhi salatu wasalam, thot pasha Allahun që ati që u kon i shtrit, e cilit ja kemi falë xhenazën, kur i kom dëgju ato lutjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kom marrë lakmi sa mirë po lutet pejgamberi alayhi salatu wasalam për atë të vdekur. Andaj motivi jon për me prezantu në xhenazë, me përcjell xhenazën, me fal namazin e xhenazës, duhet të jetë motiv cilin s'bën me lënë muftof, po njëkohësisht edhe me mësu lutjen, edhe me u mundu me përjetu atë, funi funit thuhet se sa ma shumë njerëz prezantojnë xhenazën e dikujt, është ma mirë për te, për atë të vdekurin. Ka ardhur një transmetim, thot një personit cilët ja falin xhenazën 40 besimtar, shpresa është që Allahu i madhruar ka me e fal atë person. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.